Ish presidenti i urdhrit të stomatologut Nikol Deda ka rënë në prangat e policisë së Tiranës në kuadër të operacionit të zgjeruar për kapjen e personave të shpallur në kërkim. Nikol Deda, 70 vjeç, është ndaluar nga specialistët për hetimet e trafiqeve të palishme me urdhër të prokurorisë Tiranë. Ndaj tij është ekzekutuar masa e sigurisë, arrest me burg. Ai akuzohet për veprën penale vjedhje e kryer dhe duke shpërdoruar detyrën, veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës dhe shpërdorim detyre. Sipas hetimeve, Deda dyshohet se ka abuzuar me fondet e institucionit që drejtonte dhe ka punësuar familjarët e tij në mënyrë të palishme, me qëllim ndikimin në vendimmarrjet e Këshillit Kombëtar të Urdhrit të Stomatologëve prej vitit 2016. Në vitin 2020, ku buxheti ishte 38.500.000 lekë, në vitin 2021 e ka shtuar me mbi 13 milion lekë më shumë, duke bërë që në vitin 2022 buxheti të shkojë në vlerën e 125.837.000 lekë, për arsye se ka blerë edhe godinën për institucionin, duke përfshirë dhe investimin që ka bërë brenda godinës. Nga veprimet hetimore rezultoi se ka dyshime të arsyeshme se gjithë rritja e buxhetit ka qenë me qëllim shpërdorimin e fondeve dhe përfitimet personale për vete apo për persona të tjerë të tretë. Prokuroria argumenton se ekziston rreziku i ndërhyrjes në prova apo largimi nga vendi, çka justifikon masën e arrestit të menjëhershëm ndaj tij. Përveç Dedës, gjatë 24 orëve të fundit janë ndaluar edhe 4 shtetas të tjerë. Klodian Zanaj, 43 vjeç, i arrestuar nga komisariati numër 1, i dënuar me 1 vit burg për mashtrim. Etjen Hysa, 26 vjeç, kapur në një operacion të përbashkët në komisariatin numër 2 dhe numër 3, i dënuar për prodhim, mbajtje, blerje apo shije të lëndëve narkotike. Gjithashtu në pranga ka rënë edhe një 62 vjeçar i akuzuar për ndërtim të palishëm.